Pse disa njerëz nuk i mbajnë mend ëndrat e tyre? Mënyra në të cilën janë formuar ëndrat tona ka mbetur një mister në paraqitjen e shkencës. Sot ne dimë që truri ynë ndërton ëndra dhe kujtime, të cilat janë të pranishme në jetën e përditshme si dhe nga nënvetdia. Kjo do të thotë që kujtimet e fundit të kombinuara me informacionet që keni ruajtur në ditët e fundit, kujtimet, traumat, emocionet dhe ndjenjat ndërlidhen me njëra tjetrën dhe krijojnë ëndrat misterioze. Sidoqoftë, nuk është ende e mundur të përcaktohet pse mendja jonë udhëton në vende të caktuara natën dhe pse zgjoni kujtime të disa ngjyrave, zakoneve, zërave e të tjera. Ka shumë arsye pse nuk mund të mbani mend ëndrrën që keni parë. Një arsye mund të jetë stresi. Kërkimet kanë treguar se stresi i tepërt jo vetëm që prish fazën e REM-it, por organizon trurin në mënyrë të tillë që të mos i mbajë mend ëndrat. Ushqyerja e keqe, gjithashtu edhe traumat e tjera, gjithashtu edhe disa ilaçe që merrni dhe çrregullimet e gjumit mund të ndikojnë në harresën e ëndrave tuaja.